Tragetet që bëjnë linjën Brindisi-Vlorë tashmë nuk janë më në funksion. Trageti I parë është transferuar për në Otranto nga do të nisë dhe lundrimi I ri për në qytetin bregdetar të Vlorës. Brenda javës ardhshme, pasagerët e drejtuar për në Shqipëri nuk mund të ndalen më në Brindisi siç ka ndodhur për 18 vjet me radhë, ndërkohë që rrezikon të mbyllet edhe linja e vetme nga ky qytet me Greqinë. Që nga dita e premte, trageti Red Star është transferuar definitivisht në Otranto. Sipas agentit detar Gjoni Prudentino, pronari I tragetit, në Brindisi mungesa e shërbimeve dhe veprimet portuale nuk mund të ndiqen me siguri. Pasagerëve duhet të ofrojmë diçka më të mirë që në Brindisi ka qenë e pamundur të realizohej, ka shtuar ai. Më pak se një muaj më parë, qyteti bregdetar I Brindisit nuk pati asnjë lidhje me Shqipërinë dhe Greqinë. Kjo ka qenë edhe shenja e parë e pakënaqësisë nga ana e operatorëve portual ndaj autoriteteve të portit. Autoritetet e qytetit jugor të Italisë shprehin pakënaqësitë edhe ndaj qeverisë për premtimet e pambajtura mbi financimet për portin. Sipas tyre, porti I Brindisit ka nevojë jo vetëm për menaxhim të mirë, por edhe investime të tjera me mbi 1 miliard euro që qeveria ka pasur në program.